18 prill. Perëndia e di më mirë. O Zot, zemra ime nuk është mendje madhe dhe sytë e mi nuk janë krenar, dhe unë nuk merre me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për mua. E kam qetësuar dhe e kam tulatur me të vërtet shpirtin tim, si një fëmijë i zverdhur në gjirin e nënës së vet. Shpirti im brenda meje është si një foshnjë e zverdhur. Psalmi 131, 1-2. Procesi i zverdhjes së një fëmije nga nëna e tij ose e saj mund të jetë i dhimbshëm, por është i nevojshëm për një zhvillim dhe pjekuri të shëndetshme. Në kulturën e sotme perëndimore, zverdhja ndodh në moshë të vogël, përpara se personaliteti të fillojë të shfaqet vërtet. Atëherë kur u shkrua ky psalm, shkëputja nga gjiri i nënës ndodhte shumë më vonë, rreth moshës 3 vjeçare. Prandaj, zverdhja mund të ishte një betejë përshtjelluese për fëmijën, pasi ai ose ajo mësonte të jetonte pa diçka të cilën e kishte shijuar më parë. Por sapo zvirdhej, fëmia qetësohej dhe tulatej. Ai tani do të kuptonte se furnizimi do të vazhdonte dhe se tani do të mund ta shijonte kohën me nënën e vet, për hir të vetë marrëdhënies me të, dhe jo si një mjet drejt një qëllimi. Jo vetëm kaq, por fëmia i zverdhur do të kishte mësuar se ëma e dinte se ç'ishte më e mira për të, edhe atëherë kur nuk po i jepej më një ngushëllim dhe kur vendimi duke i pakuptueshëm nga këndvështrimi i tij si 3 vjeçar. Ashtu si ndodh me një fëmijë të zverdhur, është e rëndësishme që edhe ne, si fëmijë frymëror, të kuptojmë se jo gjithmonë e dimë se ç'është më e mira për ne. Ne mund të besojmë se Ati ynë në qiell e di më së miri. Megjithatë, shumë shpesh, zemrat tona krenare na shtyjnë t'i vëmë në dyshim rrugët misterioze të Perëndisë. Ne kërkojmë të dimë pse po përjetojmë dhimbje, telashe ose humbje, pa e dalluar se pyetjet tona mund të shprehin arrogancë. Pyetjet janë të pashmangshme. Ato janë pjesë përbërëse e udhëtimit. Por kënaqësia e vërtet gjendet duke mësuar se si ti kontrollojmë pyetjet tona. Kur je i kënaqur thua, edhe atëherë kur nuk arrit të kuptoj, prap mund të besoj. Duhet të jemi të kujdesshëm që në krenarin ton të mos kërkojmë që poçari të na shpjegoj pse e bëri enën ashtu siç e bëri. Isaia 45:9. Vullneti dhe udhët e përsosura të Perëndisë janë një mister, por ato janë gjithmonë të mira, sepse ai është Ati ynë. Me ndihmën e Zotit, ne mund të stërvitemi për t'u përqendruar në provaninë e tij dhe për t'i kujtuar vetes se rrethanat tona janë të përkohshme. Se Ati ynë e di se çfarë po bën në to dhe se ato nuk mund të na rrëmbejnë gëzimin dhe lavdin që përfundimisht janë tonat në Krishtin. Në këtë të vërtet mund të prehen shpirtrat tanë. Në jetën e krishterë, kënaqësia shpesh fitohet përmes një përvoje përshtjellimi dhe pa rehatije. Ndërsa mësojmë të themi, Ati ime ka gjithçka nën kontroll dhe po vepron për të mirën time si fëmia i tij. Nuk kam nevojë që të kuptoj, sepse unë mund t'i besoj atij. Unë e kam atë dhe ai më mjafton. Shpirti im është i qetë, edhe në mes të kësaj stuhie. Sa e mrekullueshme është kjo e vërtet që mund ta shpallim sot.